Pejgamberi alayhi salatu vesselam rrugës tu kalon një ditë e shef një bukë, një pjesë buke që dikush e ka gjunë rrugë. Dhe e ka marrë bukën, e ka fshi, e ka dush, e ka dasht, për dhëtë fekrimul khubz, respekton e bukën, neron e bukën, dun e bukën, mos e gjuni atë. Sa prej njerëzve dhe familjeve tona sot i gjujnë, hajtë i vjerë dikun e merë një keze, hajtë se e merë dikush e gjujnë dikun, sa prej bukës, thopa ndryshme që na i gjujmë, i hupëm, i hudhëm, e pejgamberi neve prapë në ka drejtu duke në thonë, el israfu yudhhib el bereke, masrafgji ku zhërë, se në te për ta që bën, aje e qenë bereqetin e Zotit, pas një kohë e kom e kalu fukarallah. Shumë për njerëzve njëf një ju, kom taku unë, një personalisht, ka qenë shumë i pasun, shumë i ngritun, duke mos e ditë ku po shpenzon, duke mos me ditë se qka është duke punu, Allah i Dhul ka denu dhe fukar Allah ka qu. Po Zoti Dhul që në dhe që tje. Para 70 vjetë, tash e 70 vjetë, një shtet atje në Afrikë, që e ka emin Somali, nuk ka kush për juve që se ka një, s'ka kush për juve që s'ka ndëgju. Çdo ditë vdes dikush nga uria. Para 70 vjetë ky shtet ka qenë shteti më i pasur në botë. Shteti i cili ka prodhuar më shumë të dele, e deve, e shtas të ndryshme, që ka marrë, ka shit, ka ble, ka dhanë, ka shpërnda, është pasanikat më që kanë qenë. Ky popull, ky shtet në Somali, burat e tyne, njerëz të tyne, pasanikat e mëdha që kanë qenë me shumit, e ka marrë një dele, e ka therë, veç mushkrit edhe zemrën e ka marrë, tjetë e ka gjumë bërlëg. Një ky ka dash ma, pasuni e madhe, ka që Zoti shumë bereqet. Dhe ma 70 vjetë, këshyre që atë shteti cili është fukarallahu ma i madhe në rruzën të kësur, që s'ka me shka mungi e s'ka me hangë. Dhe para disa dite, këm lezu një artikull për këtë shtet, kur ka familje madhe, prindë, fëmijë, vllazër e motra, po shpërndaj ka në për tokë, kush sa të mund çka të mund me hangër, dikur me gjetë nga uria, që s'kan me çka me ngi barkun e tyne. Gjithashtu, ka qenë edhe një shtet tjetër që sot ekziston, është Libani, aq shumë i ka qenë Zoti fryta e pemë, perime, veç një pjesë e ka hangër pemës, tjetët e ka gjumë. Dhe masrafin, Allah i Dhul Gjelal e dënon. Kur ne falenderojmë Zotin për çka ka dhuru, Zoti prap dënon. Dhe këtu i kemi edhe një familje tonë. Sa për ushqimeve i hudhur në tokë, ose i gjujmë në kant bërllogut, ose i gjujmë dikun tjetër, as nuk i shpenzojmë, as nuk i hajmë, as i trajtojmë, edhe në bërllog i gjujmë. Si shka thoni dietari madh Islam, si kurse ne si musliman, si besimtar, ushqimin e tepërt masrafin tonë që thot populli që e gjujna, si kur ma pak të kishëm gatu në shpia tona, që ata që e gjujna me dhanë rrugë Zotit, nuk ish me pas fukara në rruzën të kësur. Nuk ish me pas. Dhe se cili letë meret me familjen e vetë, letë meret me sofrën e ti, me antarët e familjes ti, letë ka kujdes. Se vallahi Zotit Dhul Gjelal ta qënë të një fukara Allah. E ta hjek bereqetin, e ta veshtesën jetën tane me jetu, si kurse Zotit Gjereshanu që njeve në Kuranu ka drejtu. Dhe ka thonë, femen a'rada an dhikri, fe inne lehu ma'ishetu dhanke, wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. Kush ja kthe Zoti shpinën, e kush do meni për të mirat që Zoti ja ka dhuru, Allah ja vështërson jetën atij, ja lidh dëng, ja lidh sikur na jetojmë dy herë. Wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma, kur të ringjall Zoti këtë njeri, e ringjall me dy sy të verbër. Dhe kena mi thonë Zotit lima hashartana wa zab, se na ke ringjall të verbër, kena qenë duke pa, gjënahet e tuja sy t'i kanë byllë sët. Dhe këta pa ta me basi këshilë vlazën, këtu në hytë dhe para juve dhe para vetës të që në këtë gabim jemi të ra për ditë. Këtë gabim jemi të ra ndoshta 2 herë dhe 3 herë në ditje. Nalu dhe mendo se sa pasurin je duke gjumë, duke shpenzu pa lidhje, pa nevoj. Dhe pejgamberi alayhi salatu vesselam thot, edhe ara që i mbjellë, edhe që ta grurin që keme qitë për me mbjellë nëse hajnë zështë e marit ose shpest që Zotit Dhul Gjelali ka kriju, e ki sadaka. Atër edhe ushimin tënë që po e gjunë, nuk e ki sadaka, se po e hudhë. Po merre ma pak ushimin, pregadite për familjen tane,
dhe tjetrit me rejepe sadaka. Resulullah i neve na ka mësu për sadaka dhe na ka thonë, me të nkusul mele bis sadaka, kur musut tut, se ata që ki me dhanë për tjetrin, Zoti ko me ta kompenzu dhe ma shumë. Një pasuri që shpendohet, që oftë ushqim, që oftë pare, që oftë tesha, që oftë roba, pavarësisht një prej gjanav që ti pishpenzon pa të drejt, pa nevoj, jepja tjetrit, po jo mazit e përdorsh ti. Jepja pa e përdur. Nëse do me të shku të Allah i dhu gjelarë sadak, edhe nëse do me të shku sevap, dhe të falenderojmë Zotin për gjitha të të mira që ne ka dhuru, që mjanis me i numru, s'ke me mujtë në fund mi ju dalë. Allahin dhu gjelale falenderojmë. E lusë Allahim Gjeleshanu për gjitha të mira që ne ka dhuru, Zotin mus në dëna. Zotin madh në i përmirëson zemrat tona. Zotin madh në i mus në i nalë begati tua dhe të mira që ne ke dhuru. E kullu kavli hedhe, ustagfirullah li.